Faleminderit për ftesën, faleminderit për mikpritjen. Është kënaqësi që jam prapë në një kamp. Kam idenë herën e fundit që kam qenë në një kamp të Kishës, ka qenë viti 2001 në Zvërnec. Kështu që kanë kaluar goxha vite që nga era e fundit. Edhe mbaj mend mbresa të mira nga përvojat e kampeve. Do të kisha qenë tjetër njerëz sikur të mos kisha marrë pjesë në ato kampingjet e dikurshëm. Mbaj mend i pari ka qenë vitin 1995 në Shqipëri, më herët kam qenë në Greqi. Që 95-ën në Shqipëri deri në 2001 kam idenë pa shkëputje ishin, në mos gaboj ndonjë vit për arsye shëndetësore nuk kam qenë. Edhe mbaj mend që ishin një përvojë pjekurie. Tashi këtu moshat janë çik të ndryshme, nuk janë të gjithë që kanë nevojë për të pjekur ca, teorikisht sipas moshës janë të pjekur, por për mua si adoleshent edhe si i ri në vitet e para të dekadës së tretë të jetës ishin përvoje jashtëzakonshme. Vi si arkivist, edhe vi ai si arkivist I cili angazhohet edhe me studimin, me kërkimin shkencor. Nuk e kam akoma gradën profesor, kështu që kam rrugë të gjatë përpara për të bërë. Por duke u marrë me punë të ndryshme ndër vite, janë ca tema për të cilat kam fituar zhdërvjellësinë për të folur dhe janë ca tema me të cilat kam punuar dhe I kam studiuar. Një prej tyre është edhe koleksioni I kodikëve të Shqipërisë që kemi në Arkivin Qendror Shtetëror. Kemi një numër prej 130 kodikësh në një seri, në një fond arkivor, siç I quajmë në arkiv, por kemi edhe disa njësi kodi në fonde të tjera. Janë një pasuri, duke folur për kodikët që na vinë nga komuniteti ortodoks, janë një pasuri e paçmuar që fatmirësisht kanë mbijetuar dhe janë ruajtur përkundër gjithë gjasave, janë ruajtur në fondet e Arkivit Qendror Shtetëror në një kohë kur feja nuk ishte e lejuar të praktikohej. Janë thesare të cilat janë ruajtur sepse dikush kuptoi që janë të dobishme për historinë e Shqipërisë dhe fatmirësisht u ruajtën. Kjo është detyri e përgjithshme e arkivave dhe ruhen në atë ndërtesë ruhen dërshkrimet bizantine dhe pas bizantine që I quajmë ndryshe. Me dërshkrimet bizantine nënkuptojmë ato libra të shkruar me dorë që datojnë nga më I hershmi, më I hershmi në botë nuk ndodhet në drejtorinë e përgjithshme të arkivave, po më I hershmi që kemi ne është I shekullit të 6. Deri në vitin 1453 I quajmë dërshkrime bizantine. Viti 1453 është rënja e Konstantinopolës, pushtimi I Konstantinopolës nga një këndvështrim I historisë ose çlirimi I Konstantinopolës nga një këndvështrim tjetër I historisë në varësi të kaheve I jepet edhe folja. Edhe emri ndjes. Dhe dërshkrimet e tjera që datojnë nga viti 1453 mbrapa deri në shekullin 19 I quajmë dërshkrime pas bizantine. Këto fatmirësisht I kemi në drejtorinë e përgjithshme të arkivave dhe aty janë disa imazhe nga ishte kodiku I Vlorës 10 dhe kodiku I Vlorës 13, kodiku I Vlorës 11 janë po nuk do flasim për to sot, do flasim për një tjetër dërshkrim. Nga fundi I shekullit 2 pas Krishtit e më mbrapa, tekstet ungjillore ndahen në dy tipe, në dy tipologji librash. Njëri është një libër I cili përmbledh të 4 ungjillit dhe quhet 4 ungjillësh. Ose ndryshe I kemi tekstin e 4 ungjillëve, I kemi të mbledhur në një lloj forme si koleksion, por ka synimin liturgjik të na vendos dërshkrimet, na vendos fragmentet në dërshkrim sipas festave të ndryshme fetare, sipas ciklit të lëvizshëm dhe ciklit të palëvizshëm të festave, dhe ky quhet evangelistar ose ungjilltar, janë fragmente të përzgjedhura sipas leximeve të çdo dite. Atë Grigori I ka të praktik pune të përditshme ungjilltarët. Dhe kemi kodiku I Korçës 93 është një nga ata dërshkrime që përmban tekstin e 4 ungjillëve dhe quhet 4 ungjillshi ose 4 ungjillshi ose Tetra Evangelion I Korçës. Tetra Evangelion është terminologjia shkencore. Në fakt ne kemi në këtë rast e kemi shqipëruar me 4 ungjillësh. Dërshkrimet
në përgjithësi, por në këtë rast dëshkrimet biblike i hasin në dy forma. Dëshkrimen shkruar në pergament, zakonisht, më mbrapa dhe në letër. I kemi në shkrim gërmë madh ose majuskule, pra i gjithë teksti i shkruar me gërma të mëdha. Nuk ka hapësira mes fjalëve, nuk ka hapësira mes fundit dhe fillimit të një fjalie. Gjithë teksti i shkruar në dhe i quhet scripta continua ose shkrim i vazhdueshëm, shkrim i pandërprerë. Ky është i dëshkrimi i shekullit të 9, i cili është shkruar me gërma majuskule. Përmban tekst është ungjilltar, pra përmban këtu kemi fillimin e ciklit të leximeve të shtunave. Kemi një variant tjetër që është 4 ungjillshi dhe po kam sjell si shembull 4 ungjillshin e Korçës për cilin do flasim. Këto janë dy fletë në të cilat vendoset letra e Eusebit për Karpianin, është shkruar në shekullin e 10 me shkrim gërmë vogël. Këtu është me ngjyrë blu, më mbrapa ngjyra bëhet ngjyrë zakon, ngjyrë kafe ose kafe e errët ose e zezë. Ca karakteristika të kodikut Korçës. E para, fjala kodik ose është një sinonim për fjalën libër. Pra kur themi kodik nuk nënkuptojmë diçka të kodifikuar, nuk nënkuptojmë kodet e fsheta, nënkuptojmë thjesht një libër. Codex vjen nga latinishtja, futet në terminologji dhe vjen latinishtja e merr nga greqishtja codex. Por në latinisht codex ka dy kuptime, ose të paktën dy kuptime. Njëri është libri i dërshkruar. Tjetri është pllakat e dërrasës të cilat janë përshtatur për të mbuluar me një shtresë dylli dhe mbi të shkruhet, edhe këto quhen codex, ose quhen dhe pllaka, por quhen në një çast të caktuar edhe codex. Dhe codex quhet në tjetër kohë dhe shtresa e brendshme e lëkurës së pemëve. Shtresë e cila në shekullin e 3-2 para Krishtit, po edhe më vonë është përdorur edhe për të shkruar. Po jo për të shkruar libra, përdorur për të shkruar letra, korrespondenca, shënime, hesape tregtarësh, korrespondenca tregtare, pra gjëra të cilat, tekste të cilat nuk janë të destinuar të ekzistojnë për një kohë të gjatë. Kështu që kur themi kodik, edhe unë vetë kur e përdor fjalën, e përdor herë kodik, herë libër, herë dorëshkrim, flasim për të njëjtën gjë. Flasim për fletë pergamene ose letre, të shkruara, të palosura, të lidhura, siç i kemi librat, edhe librat bashkëkohor të lidhur nga njëra anë, të pajisura ose jo me kapak, zakonisht me kapak, po ndonjëherë dhe kapakët humbasin. Ky është kodiku. Kështu që kur flasim për kodikun e Korçës, po flasim për një tekst të 4 ungjive, i cili është shkruar në Korçë. Dorëshkrimi përmban 4 ungjit kanonik, domethënë Mateun, Markun, Lukën edhe Joanin. Është i shkruar në pergament, janë në total 308 fletë të shkruara nga të dy anët. Përmasat janë të vogla, por këto janë përmasat reale të dorëshkrimit, 153 me 120, domethënë 15.3 cm me 12 cm, por zakonisht edhe fotografitë i shtypim, i printojmë sot, shumë i vogël si përmas. Është i pajisur me ilustrime të shekullit të 10, por dhe të shekullit të 13. Kemi dy periudha të ndryshme historike që bashkohen aty brenda. Është shkruar me një shkrim specifik i quhet bulete. Bulete vjen nga frëngjishtja, do thotë çdo gërmë e cila mbaron me një vi, aty pena është ndalur pak më gjatë dhe ka krijuar një pikë. Kjo pika në frëngjisht quhet bule dhe shkrimi quhet bulete. Domethënë një shkrim gërmë vogël i pikëzuar në pjesët ku mbaron me një vi. Këtë do thotë terminologjia. Pa çka se ne e quajmë kodiku i Korçës, nuk dim se në sa pjesë të jetës së tij kodiku është i lidhur me Korçën, por në fakt është prodhuar në Konstantinopoj në 3 dekadat e para të shekullit të 10, domethënë diku mes vitit 900 dhe 930. Diku në një çast ka ardhur në Korçë, nuk dim se nga. Shohim përmes shënimeve që ka dëshkrimi që ka udhëtuar në duar të ndryshme, por nuk dim vendet ku ka udhëtuar. Shënohet në një nga shënimet përmendet manastiri i Perivleptit, e ka bler dikush në manastirin e Perivleptit, ka shumë manastire të Perivleptit në Ballkan dhe në Azinë e Vogël. Ekziston një manastir shumë i famshëm i Perivleptit në Konstantinopoj. Ndoshta ka qenë pjesë e bibliotekës ose pasurie në njërit prej murgjërve apo klerikëve të manastirit Perivleptit. Gjithsesi nuk dim ku ndodhet Perivlepti, është një amendësi kjo, meqenëse dëshkrimi vjen nga Konstantinopoja.
mbërin në Arkivin Qendror Shtetëror në 29 qershor 1985, një person me emrin Dimitër Moskopoliti, banor i Korçës, e solli dhe e shiti arkivit bashkë me një kodik tjetër të shekullit të 10, edhe ai i mrekullueshëm, po që nuk do flasim për të sot. Dhe të dy kodikët ja shiti arkivit për 250 lekë të vjetra. Për kohën, nuk di sa lekë ishte një kokërvez, kam i den 30 lekë, kështu që shumëzoni pjestoni 250 lekë me kokat e vetë për të kuptuar plus minus se sa e kishte vlerën kodiku në atë, dy kodikët në atë kohë, që janë dy kodikë të jashtëzakonshëm. Kodiku është i gjithë i ilustruar, jo çdo flet, por paraqet ilustrime. Për mua them është i gjithë, po nuk është i gjithë. Unë kur them është i gjithë, e kam fjalën që ka dekore të jashtëzakonshme në shumë prej fletëve të tij. Këtu janë tabelat e Eusebit, i quajmë, tabelat ose kanonet e Eusebit. Kanonet e Eusebit janë një lloj konkordance, të cilat kanë të organizuar një aparat i cili na tregon se si mund ta lexojmë tekstin e 4 ungjive në mënyrë të organizuar. Pra kemi na jepen nëpër tabela ato fragmente, ato pjesë të ngjashme mes 4 ungjive, do me thënë lindja e Krishtit, ose pagëzimi i Joanit, ose pjesë specifike të tekstit. Tabelat na i tregojnë se ku ndodhen këto pjesë dhe mund ta lexojmë në mënyrë të organizuar, dhe më pas kemi dhe ato pjesë të cilat janë të veçanta për çdo njërin prej ungjive, pra që nuk mund t'i gjejmë në ungjitë e tjerë. Kjo është arsyeja funksionale e këtyre tabelave. Por, nga ana tjetër, siç e shohim, janë të dekoruara në një mënyrë që për historianin e artit janë dekore të përveçme konstantinopolitane. Përveç atyre pjesëve ku duket si kolona ato pjesët e poshtme, pjesa e sipërme ka prirjen të na tregojë për një situatë jo të zakonshme, jo reale, për një situatë ku kemi tempuj qiellor apo ku kemi ato perdet me zogjë qiellor. Përpiqen të na japi një situatë idilike, e cila nuk është thjesht artistike, por është një situatë idilike që na vjen si pasojë e përvojës së komunikimit me tekstin, si pasojë e leximit të tekstit, që në këtë rast është teksti i Ungjillit. Është një mënyrë për të lidhur estetikën, artin me tekstin, po jo me një tekst do si do. Dhe mbas tabelave të Eusebit fillon normalisht fillojnë 4 ungjit, kemi ungjillorin Majtas, kemi një miniatur, dhe djathtas kemi fillimin e ungjillit sipas Mateut. Tani, pjesa fleta djathtas është e shkruar në shekullin e 10, kurse fleta Majtas, ku është miniaturë quajmë një pikturë të vogël. Pra vjen nga italishtja pittura miniata dhe ka mbetur thjesht emërtimi miniaturë. Pra në këtë pikturë në miniaturë Majtas kemi ungjillorin i cili ka përpara një lexio, ose një vend ku ka vendosur atë analogion në greqisht, po një vend ku ka vendosur ungjillin, po ka vendosur kopjen mëm, ka vendosur originalin, nuk po shkruan mbi të, dhe në prehër ka vendosur një libër tjetër të cilin është duke e kopjuar. Dhe poshtë atij librit original që ka përpara, shohim që ka ca rrotulla pergamene, ka një kanistër me ca rrotulla tjera pergamene, ka një kompas, ka ca thika dhe pena, të cilat janë elementët e zakontë të prodhimit të librit. Me ato instrumente prodhohet libri. Tani, gjithë kjo pamje vendoset në një sfond të verdhë, ai sfondi i verdhë realisht është i artë, dhe kemi të bëjmë me një sipërfaqe të tillë, ari na tregon se kemi të bëjmë me një dorëshkrim jashtëzakonisht luksoz, shumë i kushtueshëm. Dhe ndër të tjera e fundit, ky dekor nuk është i shekullit të 10 si fleta që ka përballë, por është i shekullit të 13. Në shekullin e 10 dim që në Konstantinopol mbretëronte dinastia perandorake që quhet e Maqedonasve, sepse familja kishte emrin Maqedonas, nuk ka të bëjë me zonën gjeografike të Maqedonisë, kështu quhej familja, nuk dim për çfarë arsye.
periudha e dinastisë maqedonase. Është e njohur ndryshe edhe si humanizmi maqedonas, dikush e quhen dhe iluminizmi ose rilindja maqedonase. Është një periudhë në të cilën perandori që ishte Konstantin Porfirogeneti bashkë me intelektualë të tjerë siç ishte Arethasi edhe Foti që ishte patriarki i Konstantinopolës në atë kohë. Këta të tre ishin bërthama e një lëvizjeje të jashtëzakonshme kulturore, veç kthimit të vëmendjes ndaj arteve të bukura, piktura, në këtë rast piktura e shenjtë, por edhe piktura profane, piktura e botës, u ndërmor dhe një sipërmarrje e jashtëzakonshme e kopjimit të njësër librash, të cilët në atë kohë konsideroheshin të domosdoshëm për funksionimin e shoqërisë. Kështu që u morën në fillim librat e vjetër që datonin që nga shekulli 3 dhe i 4 të shkruar në pergamen, librat vjetër që ishin dhe të rrezikuar për shkak të moshës, u kopjuan dhe ishte një fushat prej disa dekadash, gjatë të cilës u kopjuan të gjitha ata libra të vjetër, që shumë afër me kohën kur kopjuan ata u zhdukën, sepse ishin dhe eventualisht ndodhi diçka e tillë me librat e vjetër. Dhe shekulli 10 ose periudha e rilindjes apo e iluminizmit maqedonas është çasti kur e gjithë njohuria e botës klasike dhe paraklasike apo edhe e botës bizantine na kalon dhe na vjen në kohën tonë. Është një kapërcyell historik. Po të mos ishin kopjuar ata libra që u kopjuan atë kohë, nuk do kishim sot tekstet e Platonit, Aristotelit, të filozofëve të tjerë, veprat klasike, tragjeditë klasike. Një pjesë e madhe gjithë asaj që quajmë sot dituri botërore, letërsi botërore, nuk do të kishte ekzistuar nëse rilindja maqedonase nën udhëheqjen e perandorit dhe në kujdesin e intelektualëve të më të rëndësishëm të kohës, nuk do ishte ndërmarrë ky veprim i kopimit të librave. Tani, sigurisht që teksti i Kadrunxhive nuk ishte i rrezikuar, sepse ishte një tekst funksional, një tekst i cili përdorej përditshë në jetën adhuruese. Por nuk mund t'i shpëtoj gjithë këtij realiteti të ndritshëm, nuk mund t'i shpëtoj edhe një libër i Kadrunxhive. Kështu që ky libër i kopjuar në atë kohë ka tiparet e ngjashme me libra të tjerë të kopjuar në të njëjtën periudhë. Pra është prodhimi i së njëjtës frymë kulturore, libërdarëse, intelektuale dhe arsimore të shekullit të 10. Pra nuk është vetëm një tekst i Kadrunxhive, është edhe një argument, një fakt nga një periudhë shumë e rëndësishme e historisë së njerëzimit. Literalisht, nëse nuk do të kishim rilindjen maqedonase, do të kishim humbur sot kontaktet me një pjesë të madhe të diturisë njerëzore që ka ndodhur para shekullit të 10. Dhe ky libër vjen nga ajo periudhë dhe është i përveçshëm për këtë, por jo vetëm për këtë. Po të shohim, po të shikojmë formën se si është vendosur teksti në flet, ajo që quajmë mise en page ose sot e quajmë design ose faqosje. Teksti nuk është i shtrirë në gjithë fletën, rreshtat nuk arrin deri në fund, të gjithë rreshtat deri në fund të fletës, siç do duhet të ishin. Teksti është vendosur në formë kryqi. Sot në botë nuk kemi asnjë libër tjetër, asnjë kodik tjetër që të ketë këtë tipar, të jetë prodhuar në fillim të shekullit të 10, të jetë shkruar me këtë shkrim që e quajmë bulete, por është një formë bulete primitive, bulete e hershme. Teksti i cili ka gjatë gjithë teksti i cili është i shkruar i gjithi, pra të Kadrunxhit që nga fleta e parë deri në fletën e fundit i shkruar në formën e kryqit. Është një rast unik ky dëshkrim. Pastaj, këtu kemi fillimin e Ungjillit të Markut dhe miniaturën e Markut në të majt. Këto dy çastet, ta theksoj edhe një herë, kemi çastin kur nga njëra anë thash në krahun e djathtë kemi atë pjesë të librit që lidhet me rilindjen maqedonase, por në krahun e majt, të gjitha miniaturat që ka, që janë 4 miniatura që ka dëshkrimi, na vijnë nga një periudhë tjetër që është shekulli 13. Në shekullin 13 kemi një tjetër periudhë shumë të rëndësishme
të Bizantit, anën e djathtë, aty ku fillon Ungjilli, kemi tekstin edhe librin e periudhës maqedonase, kurse në anën e majt kemi miniaturën e periudhës paleologe. Është shumë e rëndësishme periudha paleologe përsëri në atë çastin e fundit të ato shekujt e fundit të perandorisë bizantine. Paleologët vinë në fron në vitin 1261, mbasi për një periudhë pothuaj 50 ca vjeçare e kishin humbur pushtetin. Kemi kryqëzatën e 4 që pushton Konstantinopojën, largohet perandori, instalohet një perandor latin, që sigurisht ishte masha e, le të themi, e oligarkëve të kohës, ishte masha e tregtarëve të mëdhenj dhe interesave të mëdha tregtare të kohës. Por si pasojë e diplomacisë dhe si pasojë edhe e luftës frontale, paleologët ja arrin të kthehen në pushtet dhe ajo që bën gjithmonë një pushtetar që sapo merr pushtetin është ndërmerr vepra të cilat i flasin publikut. Ndërmerr vepra publike, shtron rrugë, ndërton akuadukte, ndërton ndërtesa administrative, ndërton kisha. Dhe paleologët promovojnë një mënyrë të pikturuari, një art viziv që nuk ishte përdorur përpara ose ishte përdorur por ishte fragmentar. Dhe njihet ky prodhim artistik dhe estetik i periudhës paleologe si humanizmi paleolog ose rilindja paleologe. Në krahun e majt, të gjitha miniaturat, të 4 miniaturat e këtij dorëshkrimi janë prodhuar diku në gjysmën e dytë të shekullit të 13, pikërisht atëherë kur vjen në front dinastia paleologe që mbajnë fronin deri në vitin 1453 me rënien e Konstantinopojës. Që do thotë se diku në gjysmën e dytë të shekullit të 13, librit i është zbërthyer lidhja, pra domethënë gjithë kjo pjesa e shpinës është zbërthyer fashikujt. Janë pikturuar pergamenat dhe janë ndërkallur brenda, janë futur pikërisht aty ku tradicionalisht vendoset imazhi i ungjillorit që është dhe autori i tekstit të ungjillit. Kështu që si me mrekulli kemi një libër i cili na bën bashk dy periudha shumë të rëndësishme të historisë, edhe të filologjisë dhe të edukimit dhe të librit, por edhe të historisë së artit, periudha maqedonase dhe periudha paleologe. Dhe fatmirësisht e kemi këtë dorëshkrim në Tiranë. Dikur në Korçë, sot në Tiranë, përket është pasuri publike. Vjen me radhë ungjilli tjetër, ungjilli i Lukait që fillon në anën djathtas, edhe miniatura e ungjillorit Luka në të majt. Çdo njëra prej skenave është e ndryshme, ungjillorët nuk janë të gjithë pikturuar njësoj. Ekzistojnë disa modele mbi të cilat pikturohet secili prej ungjillorëve, nuk është thjesht frymëzimi i artistit, po gjithsesi dy miniatura njësoj brenda të njëjtit dorëshkrim nuk ka dhe dy miniatura njësoj mes dorëshkrimeve të ndryshëm nuk ka. Është një prodhim artizanal, nuk ka një nuk prodhohen, nuk janë prodhime në seri të cilat mund të gjenden kudo. Edhe ai që është për mua më simpatiku është ungjillori Johan në miniatura e tij majtas, edhe fillimi i ungjillit sipas Johanit në krah të djathtë. Është mbërselënse dhe gjithë sipërfaqja e verdhë që është arë dhe asnjëherë nuk na del në fotografi ashtu siç duhet. Gjithmonë ka probleme. Kapakët e dorëshkrimit nuk janë kapak të shekullit të 10, janë të shekullit 16-17, është më se e zakonshme që libri prej përdorimit të humbas lidhjen, hapet mbyllet, prishet lidhja, prishen kapakët gjatë fërkimit. Kështu që është më se normale të ndryshohen kapakët gjatë jetës së një libri. Zakonisht kapakët janë prej dërrase dhe dërrasa mund të vishet me beze, me lëkurë ose edhe me metal të punuar zakonisht, pra me imazhe, me pamje, me gdhëndje, ose mund të jetë një kapak me disa flet pergamene të ngjeshura apo disa flet letre të bëra si karton në mënyrë që thjesht ta mbrojnë librin. Ky është kapak prej dërrase nga brenda, i veshur me lëkurë e cila është edhe dekoruar me stampime të ngjeshura, një hekur i nxehtë që ka atë formën e atij imazhit që është aty, është ngjeshur, është goditur në një çast mbi lëkurë dhe ka lënë shenjën e cila duket deri më sot dhe dikur ka qenë me dy mbërthecka prej lëkure, dikush nuk e di se kush i ka zvendësuar ato mbërtheckat, aty duken dy rripa lëkure. Po, në fakt vetëm njëri është funksional se njëri është kputur. Njëri prej tyre funksionon, gjithsesi nuk i përdorim zakonisht e mbajmë mbyllur dorëshkrimin. Kjo është ana e brendshme e kapakëve, duket dërrasa në qendër edhe lëkura e ngjitur rreth e qark.
shekulli i 16-17, nuk e dim sepse për sa kohë nuk ka një datë që të na tregojë se kur është bërë restaurimi, nuk mund ta dim kur dhe nuk mund ta themi kur me garanci vetëm nga pamja që shohim ose nga modelet apo dekoret, nuk mund ta kuptojmë kur, se në cilin dekadë është vendosur kapaku. Tani, pse folëm për një dërshkrim të tillë dhe pse është e rëndësishme të merremi me këta libra? Apo në përgjithësi pse është e rëndësishme të studiojmë historinë. Zakonisht e përfityrojmë rendin progresiv të kohës, linjën progresive të kohës, si një linjë që shkon nga e majta në djathtë. Thjesht kjo është ndodh sepse edhe ne shkruajmë duke u drejtuar nga e majta në djathtë. Dhe ajo që është në të shkuarën, pra pas kokës tonë, ajo që ka ndodhur e quajmë histori ose është gjithçka që dim, kurse të ardhmen e përfityrojmë si diçka që është përpara, por në njëjtën kohë pranojmë se e ardhmja është e panjohura, është ajo që nuk dim. Arsyeja se pse studiojmë të shkuarën është se duam të kuptojmë më mirë kush kemi qenë, kush kanë qenë paraardhësit tanë, cilat janë ato ngjarje të shkëputura apo ngjarje të lidhura njëra me tjetrën, të cilat kanë ndikuar kaq shumë të shkuarën, saqë na kanë dhënë dhe na kanë sjellë sot këtë të tashme të cilën jetojmë. Një fis që jeton akoma në një mënyrë gjysmë të egër në Andet, në Amerikën e Jugut, që harroi emrin e fisit tashti, diku po e lexoja para ca ditësh, ka një fjalë të çuditshme për të shkuarën, nuk thotë që e shkuara është prapa, por të shkuarën e artikulon, e identifikon me emrin përpara. Pse? Sepse e shkuara është ajo që e kemi përpara syve. Dhe në konceptin e këtij fisi, e shkuara nuk është ajo që ka ikur dhe ndodhet pas nesh, për të cilën duhet të kthehemi të rrotullohemi për ta parë. E shkuara është gjithmonë përpara syve tanë. Në fakt është e vërtetë, e shkuara është gjithmonë e njohur dhe e kemi përpara. Kurse e ardhmja është e panjohur. Kështu që e ardhmja për ta është prapa. Pra, ndodhet prapa kokës së njeriu, prapa trupit të njeriu, sepse është e panjohur. Kështu që në një lloj forme ç'është e shkuar, ç'është e ardhme, ç'është e njohur dhe e panjohur, fillon të ndryshon, po ta shikojmë në këtë mënyrë duke u ndryshuar vendet. Fare let mund të kuptojmë se e panjohura është ajo të cilën ende nuk e dim dhe në fakt e kemi prapa se nuk mund shohim dot mbrapa kokës, kurse e njohura është përpara syve tanë. Dhe e njohura qëndron përpara syve tanë, njësoj sikundër libri qëndron përpara syve tanë. Historia e artit me këto kisha që kemi në Voskopoj, ndoshta në një çast do t'i vizitoni ose i keni vizituar. Historia e shkuara, faktet që kanë ndodhur, në fakt janë përpara syve tanë. Kjo është, po ta shikojmë në këtë lloj forme, edhe të vendosim të ardhmen përpara syve tanë, teksa mendojmë se edhe shkuar është para syve tanë, ndoshta çasti ku takohet shikimi mes dy këtyre filtrave, ndoshta ashtu mund ta kuptojmë dhe ta përfitojmë më mirë të ardhmen dhe ta planifikojmë më mirë të ardhmen. Pa e përfituar të ardhmen e panjohur duke u bazuar në të shkuarën, nuk mund ta kuptojmë të ardhmen dhe nuk mund ta ndërtojmë atë që quajmë të ardhme. Dhe njëri nga veprimet që kryejmë zakonisht është të studiojmë libra si puna e këtij. Vërtet teksti është i njohur, i katër ngjive, e kemi në shumë forma, në botime nga më modernet, edhe të shtypur, edhe në formë digjitale, por kjo nuk do të thotë se aty është gjithçka. Edhe mënyra si është ndërtuar libri, mënyra se si ka qarkulluar teksti apo dhe libri vetë si objekt, si është ndërtuar, si është përgatitur, na flasim për një realitet i cili frymëzon, në rastin më të pakët frymëzon për të ndërtuar të ardhmen. Duke patur parasysh gjithë këto ide, në vitin 2012, në bashkëpunim me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, me Shoqërinë Biblike Ndërkonvencionale Shqiptare dhe me Shtëpinë Botuese Militos dhe me mbështetjen e profesorit tonë të paleografisë, të Arkivit Paleografik, të Fondacionit Kulturor të Bankës Kombëtare të Greqisë, që ndodhet në Athinë, bashkë me kolegun Andrea Rëmbeci ose Andi Rëmbeci, përgatitëm këtë botim faksimile. Domethënë morëm këtë dërshkrimin që ju prezantova, erdhi një fotograf që bëri ca fotografi profesionale,
mbikëqyrëm dhe krahasuam çdo fotografi me origjinalin, u rregulluan tonet, u bë shtypja, u bën disa prova, i pam, i krahasuam, tham po, jepi dritë ose ule pak e kështu me radhë. Në fund u shtypi gjithë tirazhi për 1300 kopjesh, u shtypëm në atë kohë, nuk e di nëse janë shtypur më mbrapa, nuk besoj, dhe prodhuam këtë që quhet botim faksimile. Botim faksimile do të thotë botim i ngjashëm, jo botim origjinal. Dhe këtu kemi kodikun e Korçës, ato 308 fletët e kodikut të Korçës, në një botim i cili mund të hapet. Origjinali nuk hapet dot kaq për shembull, ose origjinali nuk e shpërngulim dot, nuk e sjellëm dot me vete, por përgatitëm këtë botim faksimile. Ky është dorëshkrimi në faksimile, shoqëruar nga një hyrje shkencore paleografike, edhe një përshkrim i përgjithshëm që është dorëshkrimi bizantin, që janë dorëshkrimet e Kadrungjive, si Hasim e kështu me radhë, por edhe një studim specifik të kodikut të Korçës. Një hyrje të cilën e kemi përgatitur në 3 gjuhë, këtu është greqisht, shqipe dhe greqisht, edhe këtu kemi tekstin në anglisht, meqense të 3 libra duhet edhe të prezantoheshin në një lloj forme mbretëslëndse, u bë dhe kjo kutia nga botusi, sigurisht është e madhe, karabina është jo praktike, por krijon një lloj pamje të denjë, do thoja, për kodikun e Korçës 93. Unë po e kthej në gjendjen se si qëndron zakonisht, por kush të doj mund të vi ta shfletoj e në të njëjtën kohë duke e shfletuar ose pa e shfletuar edhe të më drejtoj pyetje. Ju falenderoj për vëmendjen dhe nëse keni pyetje apo diskutime apo sugjerime, jam këtu për ju.